Prokuroria Fier dërgon në gjyq 3 zyrtarë të IMT-s dhe 3 punonjës të policisë, të cilët akuzohen se lejuan ndërtime pa leje. Sipas prokurorisë, u evidentuan 7 raste të ndërtimeve pa leje nga shtetas të ndryshëm të Bashkisë Mallakastër. Këta shtetas kryesisht pajiseshin me deklarata paraprake për kryerje punimesh dhe më pas kryenin ndërtime të cilat kërkonin pajisje me leje ndërtimi. Në disa raste të ndërtimeve pa leje, rezultoi se strukturat përkatëse inspektuese dhe ndihmë specialistët e zonës ishin në dijeni të ndërtimeve pa leje dhe nuk ushtronin përgjegjësitë e tyre sipas ligjit. Personat për të cilët janë mbyllur hetimet janë Ylli Korroveshaj, Irfan Bajramaj, Dashamir Jaupaj, Ajet Xeba, Shkëlqim Xheladini dhe Kevin Ymeraj. Sipas njoftimit të prokurorisë, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, përfunduan hetimet dhe u dërguan në gjyq 7 zyrtarë për veprat penale ndërtimi pa lishëm dhe shpërdorim detyre, pasi u evidentuan 7 raste të ndërtimeve pa leje nga shtetas të ndryshëm të Bashkisë Mallakastër. Këta shtetas kryesisht pajiseshin me deklarata paraprake për kryerje punimesh dhe më pas kryenin ndërtime të cilat kërkonin pajisje me leje ndërtimi. Në disa raste të ndërtimeve pa leje, rezultoi se struktura përkatëse inspektuese dhe ndihmë specialistët e zonës ishin në dijeni të ndërtimeve pa leje dhe nuk ushtronin përgjegjësitë e tyre sipas ligjit. Nga hetimi u provua se kryeinspektori dhe 2 inspektor pranë IMT-s Bashkia Mallakastër nuk ushtruan detyrat funksionale në 7 rastet e ndërtimeve pa leje. Megjithse ishin vënë në dijeni për ekzistencën në disa raste të këtyre ndërtimeve, ata nuk ushtronin detyrën funksionale sipas ligjit për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tyre, duke ngarkuar me përgjegjësi penale. Gjithashtu nga mosushtrimi i përgjegjësive për policinë e shtetit, u evidentuan edhe 3 ndihmë specialist pranë Komisariatit të Policisë Mallakastër. Konkretisht shtetasit YK, IB dhe DY. Rezultoi se këta shtetas nuk kanë ushtruar detyrat e tyre funksionale në kontrollin, evidentimin dhe identifikimin e ndërtimeve pa leje, megjithse kanë qenë në dijeni. Dijenia e tyre rezultoi nga aktet shkresore të marra gjatë hetimit.